Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion reagon pasi zëvendës kryeministrja Belinda Balluku u paraqit sot në ambientet e SPAK. Në njoftimin zyrtar, SPAK shprehet se Belinda Ballukut i është njoftuar akuza për veprën penale e shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim. Prokuroria e Posaçme bën të ditur se ka gjetur shkelje gjatë hetimit të procedurës për ndërtimin e tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum Himar, pjesë e autostradës Vlorë-Sarand, zhvilluar në datën 11 dhjetor 2020 dhe pas anulimit të saj, procedura është rihapur në datën 22 qershor 2021 me fond limit 189 milion euro. SPAK thekson gjithashtu se në datën 21 tetor 2025, si organ procedues, ka njoftuar të pandehuron përmes shkresës me numër protokoll 37.398. E pandehura pasi mori djeni, ka njoftuar më 23 tetor 2025 organin procedues se nuk mund të paraqitej në datën dhe orën e caktuar. Me anë të një shkrese tjetër me numër protokoll 37.881, datë 24 tetor 2025, Prokuroria e Posaçme kërkoi paraqitjen e saj sot më 31 tetor në orën 15.